Alarm global, NATO nis stërvitjen bërthamore në 13 tetor. Rut do të mbrojmë çdo aleat nga çdo kërcënim. Baza ajrore Volkel në Holland është një nga pikat kryesore ku do të zhvillohet stërvitja vjetore bërthamore NATO-s, e cila do të nisë në 13 tetor. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, gjatë vizitës së tij në këtë bazë në 18 shtator, tha se stërvitja është thelbësore për të ruajtur besueshmërinë, sigurinë dhe efektivitetin e parandaluesit bërthamor të aleancës. Do të shohim avion si F-35A holandez shumë breslënës të marrin pjesë në stërvitje së bashku me forca ajrore nga e gjithë aleanca. Kjo është një stërvitje rregullt që zhvillohet çdo vit dhe na ndihmon të sigurojmë që parandaluesi ynë bërthamor të mbetet sa më i sigurt dhe efektiv, deklaroi Rutte. Sekretari i përgjithshëm shtoi se stërvitja dërgon një sinjal të qartë të çdo kundërshtari të mundshëm. Ne do t'i mbrojmë dhe do t'i mbrojmë të gjithë aleatët tanë nga çdo kërcënim. Stërvitja Steadfast Non është një demonstrim i aftësisë parandaluese bërthamore të NATO-s, por në të nuk përdoren armë bërthamore. Uroj suksese të gjithë pjesëmarrësve. Kjo stërvitje është shumë e rëndësishme, përfundoi sekretari i përgjithshëm.